إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا بن عبد الله هو رسول الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وبعد يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Falënderimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit të vërtet, Ai poshtë të cilit nuk e meriton askush të adhurohet, Ai as nuk ka lindur kënd, as nuk është I lindur, e me të askush nuk është I barabartë. Ne dëshmojmë, deklarojmë dhe pohojmë se zotëria jonë, kënaqësia e zemrave tona, Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar prej Tij. E më pas, Allahu thot në Kur'an, o ju që keni besuar, o ju besimtar, friksojeni Allahut me një frikë të denjë, e mos disni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. E më pas, ka radhitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 alamate, shenja që tregojnë për afërsinë e ditës së gjykimit. E këto janë pikërisht shenjat e mëdha dhe që renditet me njëherë pas tyre dita e gjykimit. Prej tyre të parë ka radhitur profeti sallallahu alaihi wasallam daljen e Dejjalit, për të cilën folëm. Me njëherë pas daljes së Dejjalit do të zbresi Isa alayhi salam, pastaj pas zbritjes së Isai është edhe dalja e dy popujve të cilët quhen Ya'juj wa Ma'juj. I dhujtarët e asaj kohe, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ta vënë në pozitë vështirë profetin tonë, për ta zënë ngushtë, për mos t'i dhënë përgjigje, dërguan një delegacion tek I tharë dhe librit, që në atë kohë ishin qifutët, dhe I thanë duhet na përgatisni ju si fetarë disa pyetje, të cilët do ta vënë në pozitë vështirë këtë njeri që po na shanë zotrat tanë dhe na ka përqarë, Muhamedi alayhis salam. I thanë jehudët, dakord, ne do të përgatisim disa pyetje, të cilët nuk mund t'i dinë analfabet si Muhamedi. Dhe vërtet ashtu dërguan disa njerëz tek profeti ynë alayhi salatu wassalam me 3 pyetje kryesore. Për e tyre pyetjeve ishte, na tregohu Muhammed, nëse je pejgamber, si është puna me ata djem apo djalë mosha, të cilët ikën dhe u arratisën nga populli I tyre dhe u strehnuan në një shtellë që quhet Kehf, banorët e Kehfit. E dyta, na tregon për shpirtin, çfarë është shpirti? Dhe e treta,
na tregon për një mbret që ka qenë i drejtë sipas të gjithë brezave, të gjithë njerëzimit, ka qenë njeri besimtar, musliman, që thristë në tauhidin e Allahut, vendosi rem dhe drejtësim tokë, dhe i kishte dhënë Allahu Azza wa Jall disa dhunti për shkak të drejtësisë që ai kishte, që ai quheshe Dhul-Qarnayn. Ky pasi që vuri rend në tokë, normalisht doli pasaj në disa prej shteteve të tjera. Thuhet që ka gjithdisur pjesën më të madhe të botës, të globit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i lexuar, nuk ishte i shkolluar, dhe kjo normalisht është një prej shenjave më të forta të pejgamberisë së tij. Se nëse do të ishte i lexuar, do të lexonte, do të ishte poet, do të ishte arsimtar, etj, e diketonin që këto që ti po na flet nuk janë shpallje nga Allahu, por janë gjëra që ti ke lexuar në libra. E fakti që ai nuk dinte të lexonte, as të shkruante, ishte fakti më i madh, argumenti dhe prova më e madhe se ati s'liste Gjibrili me shpallje nga ana Allahut Azza wa Jall. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë unë nuk di. Nuk kam informacion për këto tre pyetje. Por do t'ju kthej gjevap, do t'ju kthej përgjigje në lidhje me to. Ktu fikët që futet. Sepse nëse ai do t'i kthente përgjigje, ishte argument që ai nga profet për një mashtrues që ja ka fut kokë përgjigjeve. Fakti që ai tha nuk di, u tregoi sinqert, domethënë që ky, për ato që thotë i di. Ato që thotë unë i di, ka me fakte dhe me argumente. Kur njeriu një herë thotë që nuk di, tregon diturinë e tij. Që për ato pak gjëra që flet ka dituri informacion. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam i tha atyre nuk di për këto, nuk kam informacion, por do t'ju kthej përgjigje. E kjo i dojë që dhe thanë mos. Edhe fshenë në rrë. Atëherë, Allahu Azza wa Jall zbriti një sura apostafat, sidomos fundin e surës Kahf, në cilët Allahu Azza wa Jall ka rënditur disa ajete kuranore ku i tregon e jep informacion të përgjithshëm rreth djalmoshave që u strehuan në shpellën e Kahfit, për shpirtin i thot për të dihet shumë pak gjëra dhe dituria për të është tek Allahu Azza wa Jall. Është çështje që është personale e Allahut. Hym këtë muhabeti për shpirtin. Nuk ka treguar Allahu dhe nuk do t'i tregojë askujt për krijesat e tij se çfarë ndodh për shpirtin. Ktu u bindën ata se faktikisht asnjë pejgamber më parë nuk kishte folur për shpirtin. E si do të fliste ky? Pra fakti që u bashkuan me të gjithë karavanin e tjetër pejgamberëve i pëlqeu atyre dhe i dogjën në të njëjtën kohë se ky që ka pejgamber. Ndërsa për Dhul-Qarnayn i tregoi Allahu Azza wa Jall se pas ka qenë një mbret i drejtë, i mirë, besimtar, musliman, i cili thriste në islam, thriste në iman, besim, thriste në largimin nga të këqija, nga shirku, nga kufri, nga mohimi i Allahut dhe tjerë. Vuri në rend vendin në tij jetonte dhe kështu lëvizte me ushtrinë e tij në të gjithë si thuhet që ka gjithdisur të gjithë botën. U ndalë në një popull që ai nuk e dinte gjuhën faktikisht. Allahu Azza wa Jalla ka përshkruar këtë në surën Kahf. U ndalë në një popull la yakaduna yafqahuna qawla. Thot u ndalë në një popull të cilët nuk kuptonin thuaj asnjë fjalë prej tyre. Ushtria e tij u ndalë tek ta popull këta po merrin dhe po jepnin për të kuptuar me njëri tjetrin. Ne po nuk kuptonin. Thirrën një përkthyes, ky përkthyesi kërkoi një përkthyes tjetër. Ky tjetri kërkoi një përkthyes tjetër, pra vajti një zinxhir përkthyesësh, ky në gjuhën e tij, ky në këtë gjuhë tjetër, ky në disa gjëra tjera, derisa erdhi shpjegimi tek Dhul-Qarnayn, ku ata tregonin dhe i thoshin që këtu tek ne
që kanë dy fise, dy popuj, të cilët nuk jojnë rend, siguri, rregull, po vetëm shfarosin, vetëm din të bëjnë hutin vetëm din të vrasin e tjere. Kështu që i thonë ata, ju lutem, e qëse ti që e njëri i mirë thret për tek Allahu, pas ka dhe ushtri, që e një njerëz mirë, në ndihmoni kundër tyre, ti mbyllin diku edhe të bimë rahat për ta, nga ta. Atëherë i thonë, ne do t'japim edhe pagesën nëse ti do. Atëherë dhe Karneni i thotë, jo, unë do të ndihmoj, por ajo që më ka dhënë Allahu Azza wa Jalla është më e mirë. Pra, shpërblimi që më jep Allahu Azza wa Jalla është më i mirë nga ajo që ju do më jepni dhe do më ofroni. Por duhet që të më ndihmoni në anë fizike dhe me fuqi. Atëherë kërkon që të mbitet të gjithë hekuri i atij vendi. Mbitesin sa më shumë hekur, mlodhen hekur, i mëson se si duhet ta shkrinë, ta vendosin në midis dy maleve, që sot disa prej mendimtarëve dhe analistëve apo historianëve kanë hedhur hipoteza në disa vende, por Allahu e di vendin e tyre se ku janë, Allahu e di më eksaktësisht se ku gjenden sot, por që në një vend që ishin dy male dhe Dhulkarneini i rrethon të dy vende, të dy ngushtica me hekur, pastaj për ta përforcuar akoma dhe më tepër, to janë gjitha detaje që Allahu në Kur'an më ne përmendim. Janë gjitha detaje që i ka përmendur Allahu, dhe jo pa qëllim që do të lexohen deri në ditën e gjykimit. Pastaj pas hekurit bërën një mur hekuri, hedhin, thuhet që ka qenë plumbi shkrish, thuhet që ka qenë bronz, thuhet që ka qenë bakër, mbi pra hekurin e fortë që krijoi Dhulkarneini. Pasi që e bëri këtë, i mbyllën këto dy fise apo këto dy popull në këtë vend. Dhe normalisht i tregon Dhulkarneini që unë e bëra këtë miraklor për i mëshirës Allahut Azza wa Jalla deri në një ditë afat të caktuar, në ai të cilat ne do t'i përmendim. Thot, derisa të vijë një moment i caktuar, atëherë kjo nuk do të ekzistojë më. Pra bën me dije Allahu Azza wa Jalla në to ajete që kur të dali këta tashmë që nga afruar dhe pas ka ardhur kiameti, fundi i botës. Pikërisht për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë dalje në këtyre dy fiseve, dy popujve, si shenjë për shenjave të ditës së gjykimit. Thuhet që këta kanë qenë nga populli i atrakëve, turqëve. Thuhet, Allahu di sipas disa komentatorëve, thuhet që janë kinesë për shkak të cilësive siç ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të verdhë, me sy të vegjël dhe me fytyrë të rremullake dhe të gjerë. Dhe disa prej mufesirinëve kanë hedhur disa hipoteze se nga kush janë ata, sepse to janë dy popull që janë njerëz. Thuhet që janë nga djali i Nuhut alayhi salam. Yafuh bin Nuh. Nga ky kanë ardhur këto dy fise, këto dy popull. E këta, normalisht, i ka ardhur pejgamberi. Mirë po, mohuan Allahun Azza wa Jalla, u bën arrogant në tokë e nuk pyesin më për asgjë. Dhe kështu Allahu Azza wa Jalla dëshiroi të mbyllte këta si mëshirë ndaj atij populli dhe i bëri gjithashtu si argument për ardhin e ditës së gjykimit. Si përshkruan Kur'ani këta? Allahu Azza wa Jalla thotë: "Hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawlan." Dhulkarneini kur lëvizi me ushtrinë e tij, arriti në një vend midis dy maleve, dy kodrave. Aty wajada min dunihima qawman, gjetën një popull të mirë.
Mi po nuk kuptoheshin me njëri tjetrin, nuk kuptohen thuaj asnjë fjalë. Dhe thamë që morën përkthyes. Qalu, pasi që morën përkthyes në krejë thamë, qalu ya dhal qarnayn, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. O Dhul Qarnayn, Ya'juj dhe Ma'juj. Ya'juj dhe Ma'juj nuk janë se janë të shkurtër apo të vegjël siç mund të kuptohet, janë popull që kanë këtë emër. Ya'juj rrjedh nga fjala arabishte që do të thotë prishës në tokë. Që rrjedh nga fjala Ya'juj që do të thotë prish në rend. Pra, nuk ka qëllim që janë të shkurtër, xhuxha, jo. Ya'juj dhe Ma'juj ka për qëllim që janë popull që ashtu kanë emrin që bëjnë shkatrime në tokë e tjerë. Thot, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Këta Ya'juj dhe Ma'juj po bëjnë prishje në tokë, po prishje në rendin në tokë, po shkatrojnë jetën e njerëzve. Fa hal naj'al laka kharja. A mundesh që ne të ndihmojmë ty? A mundesh që të na ndihmosh edhe ne të japim një pagesë, konkret një pagesë, të na bësh midis nesh dhe midis atyre një pengesë? Këtë diçka që ne mos kemi më kontakt me ta. Qala ma makanni fihi rabbi khayr. Dakor, por ajo që më ka dhënë Allahu është më mirë se ajo që juve më ofroni. Fa'inuni biquwwa. Kështu që juve duhet thjesht më ndihmoni mua me fuqi, asgjë tjetër. E kështu mund të bëj juve një pengesë midis jush edhe atyre. Edhe atëherë i tregon rrugën se do të mos sillni juve hekur bakra apo bronzë apo plumbi shkrirë si pas transmetimeve, e kështu do t'i mbyllim ata. Atëherë thotë, فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ. Kur ja bëri Dhul Qarnayn këtë, ata nuk kishin më mundësi ta kalonin këtë muaj. Edhe për skaj e fuqisë të tyre, shkastësisë të tyre, numrit të madh të tyre, sepse është numri i madh që është përmendur në hadithe, nuk kishin mundësi të ta kalonin atë. Ka dash Allah mos ta kalon, se po donin me kalonin ata. Mirë po, se shtatë Dhul Qarnayn, edhe për shkak të mjeshtërisë të tij që përdori, prapë la Allahu ta zogjën mjeshtërinë, sa mirë po kjo është për shkak të mëshirës së Allahut. Sado njeriu të ketë mjeshtëri, të vi, të jetë i Zotit, të jetë i fuqishëm, të ketë çdo gjë, prapë duhet të lejë në dorë Allahut ta zogjën, sepse pa Allahu nuk është askush. Edhe Dhul Qarnayn këtë bëri, tha kjo është për mëshirë nga ana e Allahut azza wa jalla. Thotë se mas të parë një të haru. Kështu që as nuk kishin mundësi këta popuj ta kalonin, as gërmonin nga poshtë. Kështu që ngjelin midis tyre. Dhe i thotë qala hadha rahmatun min rabbi. Kjo është mëshirë nga Zoti. Fa idha jaa wa'du rabbi. Kjo është pjesa ku i nënvizoi Dhul Qarnayn këtij populli. Thotë mirë po, kur të vi afati që ka caktuar Zoti në gjallë dhe të kërë, do të bëjë dhe të rafsht, do të sheshoj Allah dhe do të aprishit të. Wa kana wa'du rabbi haqqa. E premtimet e Allahut azza wa jalla janë pa dyshim hak. Janë të vërtetë. Normalisht, këta janë popull të shumë në numër. Sa që thuhet se Allahu azza wa jalla do t'i thotë Ademit alayhi salam ditën e gjykimit. Thotë: O Adem, ja Adem, akhrij ba'th an-nar. Nxirë sakto nga populli, nga bijët e tu, njerëzit do të futen në zjarr. I thotë: "Wa ma ba'th an-nar." Thot, i lavdëruar qofshe Zot, por kush ku ti njoh unë në këtë kaq njerëz, se kush janë për zjarr, që janë në lit. I thot Allahu azza wa jalla, do të marrësh thot 999 veta nga Ya'juj dhe Ma'juj për në zjarr, nëse vetëm një për në xhenet. Pra, tregon numrin e madh që kanë këta njerëz. Gjithashtu e ka treguar këtë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në ajete të tjera Allahu azza wa jalla tregon se kur të vi dalë aty ato dalin nga të gjitha anët e tokës. Do të dalin me shumicë dhe nuk mbarojnë.
Ne përmendëm në hutbën që shkoi, thamë, aq numër i madh janë, sa që do të bëjnë shkatrime kur dalin dhe do të pinë lumet, sa që kur të arrijnë në Sham, do të kalojnë pranë një ligjeni që gjenë dhe sot e kësaj dite është 21 apo deri 25 kilometër i madh, dhe për gjerësi nuk dihet, për thellësi nuk dihet akoma se sa i thellë është, quhet ligjeni Tabarie, që gjendet midis Palestinës dhe Jordanisë. Afrohet më shumë nga Palestina. Do ta pinë atë dhe do të kalojë i fundit thotë veja, por këtu më përpara kishte ujë. Këtu më përpara kishte ujë. Aq numër i madh do të jenë. Mirë po, normalisht, kur të dalin këta, ka zbritur në atë kohë dhe Isa alayhis salam. Ndërkohë, Isa ka zbritur. Thuhet që ai do t'i flasë, se do ta marrë një rendin botëror në dorë. Pasi që t'ia krijoi ambientin ushtria muslimane, me në krye Mehdiun, normalisht pastaj do t'i transferohet Isait alayhis salam, ai do të bëjë punën e vet si rregullator në tokë. Do t'i flasë disa njerëz për mirësitë e xhenit dhe ata normalisht do të besojnë, do të kthehen iman. Atëherë Allahu do të shpallë Isait dhe i thotë, merrni sot ta besimtarë, sepse do të dalë një popull që ju nuk keni mundësi të luftoni ata. Pasi që të luftuar Isait me Dejjalin, me ushtrinë e tij, me Çifutët e tjerë, përpara Jejushit dhe Mejjushit që kanë dobët. Kjo, sipas disa transmetimeve, thuhet se në atë kohë do të jetë shuar teknologjia. Nuk ka më, do t'i kthehen luftrave me shpatë. Do t'i kthehen kafshëve, jo më avion, jo më makina tjetër, nuk ka më teknologji në atë kohë. Për këtë arsye, gjejnë mundësinë Jejushit dhe Mejjushit shkatrojnë dhe bëjnë shkatrime. Ose, sipas kësaj hipotezave, i ka dhënë Allahu mundësi atyre zgjuarësi dhe fuqi dhe numër të madh, sa që edhe nëse do të jetë në ndonjë teknologji, ata do ta shfarosin. E atëherë Isa, i thotë Allahu azza wa jalla Isait, merri të gjithë besimtarët dhe shkon në kodrën Turi Sina. Atje derisa unë t'ia vurë. Do t'i marrë gjithë besimtarët Isa alayhis salam do shkojnë te kjo kodrë dhe do të dalin Jejushit dhe Mejjushit, do të bëjnë gjithë shkatrimet në tokë. Do të vrasin çdo njeri, do të shuajnë çdo gjë, do të prishin çdo ndërtese, do të marrin çdo lloj pasurie, shkatrimi më i madh që mund të ketë parë njeriu. E atëherë, thonë Jejushit dhe Mejjushit, i vrapën të gjithë njerëzit e tokës. Ja dolën, i shkatruan gjithë banorët e tokës. Tani do të vrasin dhe banorët e qiellit dhe kanë për qëllim Allahun. Do t'i ngrihen shiqetat e tyre drejt nga qielli edhe do të kthehen me gjak. Kjo si sprovë për disa që kanë qenë në iman dobët, apo ata që kanë qenë në dyshim. E do t'i thonë Jejushit dhe Mejjushit, shiko pra e vrapën në Zot. E vrapën me Allahun. Ne triumfuam tashmë dhe nuk ka më që të na mposhte. Atëherë, muslimanët që ishin me Isa alayhis salam, do t'i lutën Allahut sepse ata i ka puri dhe jetë e madhe, sepse Jejushit dhe Mejjushit do të qëndrojnë në tokë 7 vite. Do të bëjnë çrregullimin tonë. Atëherë Isa i bën duart Allahut dhe i thotë na ndihmo sepse keq puna. Atëherë Allahu azza wa jalla për t'i treguar forcën e tij dhe për treguar dobësinë e Jejushit dhe Mejjushit, i dërgon aty vetëm një krim të vogël. Një krim që i vete keqafa atyre dhe ata vdesin si coftina në të njëjtin moment. Jo njëri tani, njëri më vonë, njëri apo 5, jo. Vdekje me njëhershme e të gjithëve, me buton të gjithë. Atëherë deri Isai me besimtarë dhe gjejnë
domethënë erë pa këndshme në tokë, vjen shkatërrime në tokë dhe i lutë Allahut sërish. Atëherë Allahu dërgon disa shpenë që i marrin këta. Mirë po, aq shumë të ishin sa që thuan disa transmetime që do të hanë kafshët për tyre dhe do të shëndoshen. Aq, domethënë popull i madh do të jenë, do të ketë ushqim me shumicë për kafshët. Atëherë Allahu azza wa jalla jep urdhër tokës që të pastrohet dhe të mbijë sërish si në kohën e Ademit alayhi salatu wasalam. Atëherë do të ketë bereqet të madh. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë do të ketë bereqet më i madh që ka pasur tokë. Saqë thotë një e mielur e një të vërtetë do të mjaftonte një fshat. Një tek miele do të mjaftonte një fshat. Thotë në një transmetim tjetër që vetëm një sheg mund të mjaftonte një grup, saqë jemi ne zotare të ngopshin gjithë. Aq bereqet i madh do të ketë kjo kohë. Thuan disa transmetime, Isa alayhi salam do të urdhërojë besimtarët të japin sadakat, të japin zekat, do ta pranojnë më njëri. Këto kanë shumë, nuk kanë ku e çojnë. O e nasis ku të japu. Bie hapi. Von aq bereqet i madh do të ketë kjo kohë, saqë vetëm Allahu e di. Dhe normalisht kjo është tashmë ardha e ditës së gjykimit. Pasi që të ripërtërirë dhe mirë toka, bereqeti i madh, atëherë vjen edhe dita e gjykimit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë emëruar sahabët për këta popull, për këto dy fise, sepse ata do të bëjnë shkatërrim të madh. Normalisht ka treguar në mënyrë se si duhet të shpëtojnë besimtarët nga këta, edhe pse si shtuan në disa hadithe, këtë kohë nuk do të arrijnë vetëm se njerëzit më të fshinj të këtij ummeti. Pra, shenjat e ditës së gjykimit, sidomos të mëdha, nuk i arrijnë besimtarët, sepse do t'i vijë një tip erë apo parfumi që do të mohasin besimtarët, do të vdesin gjithë besimtarët me qëllim që të mos të merrohen nga ajo që do të shohin më pas, pra që nga Dejjali, ashtë më tepër pastaj tek Yexhuxhët e Maxhuxhët, e pastaj pejgamberit e tjera. E lutem Allahun azza wa jalla për vetë dhe ju luteni Allahun se të i shpalë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati ala sayyidil mursalin نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Normalisht, këto janë shenja të mëdha që midis tyre është kohë dhe afat shumë shkurtër. Një afat që e di vetëm Allahu azza wa jalla, edhe pse disa transmetime, disa hadithe tregojnë disa prej viteve, për shembull ardhi i Isait zgjasë 7 vjet. Bashkë me të edhe Yexhuxhët e Maxhuxhët thanë 7 vjet edhe ata. Mirë po, Allahu e di më mirë se si do të funksionojë në këto ditë të vështira. Prandaj, gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte vëritin besimtarëve, sahabëve, për këto shenja. E fillon me shenjat e vogla të ditës gjykimit, me ato të mesmet, e deri tek ato të mëdha. Me qëllim që besimtarët jeni përgatitur, me qëllim që njeriu kur t'i vi diçka të jetë i parë përgatitur, mos jetë gafil. Erdhi diçka e gjetë të përgatitur, u shkatërrua. Jo, Allahu azza wa jalla ka dhënë edhe rrugdaljet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte folë njerëzve për Dejjalin, ishte folë për Isan, ishte folë për Yexhuxhët e Maxhuxhët, gjithashtu edhe për shenjat e tjera të cilat ne do t'i përmendim në hyrjet që do të vinë inshallah. Mirë po, ajo që do të thosha është se dalja e tyre është afër. Shenjat e vogla thuaj kanë mbaruar. Përveç një pjesë shumë të vogël, të cilat do ta kemi një hyrje, me një hyrje vetëm do të numërojmë gjitha shenjat që nuk kanë dalë.
aq pak janë. Do ta kemi mas 10 shenjave që do t'i përmendim 10 shenja të mëdha, t'i mbarojmë inshallah, dhe do ta përmendim një hyrje rreth shenjave të vogla të cilat nuk kanë bërë akoma. Që është dalja e Eufratit, disa shenja tjera të vogla të cilat pritet që janë shumë afër. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyrë tek Zeynep bint Jahsh, bashkëshortja e tij. Hyri të merruar dhe tha la ilaha illallah, Allahu akbar. Njeriu për arabët se çfarë po i pret. I tha çfarë ka ndodhur dërguar Allahu? Tha sot është hapur një brim nga muri që i ka bërë Dhulkarneini e Xhuxhve dhe Maxhuxhve, dhe bëri me shenjë të sigurisht tregues dhe të madhe. Kaq bëri me shenjë kaq brim kanë hapur ata. Sepse këta dy popuj gërmojnë vazhdimisht për të hapur. Allahu e di se si janë ata atje poshtë, se çfarë hanë. Na ka treguar me pak gjëra, për shembull vetëm njëri prej tyre në disa transmetime thotë do të lindi 1000 meshkuj pas tij, pastaj do të vdesi. Më dhënë lë Allahu azh të shikoj pasardhësit e tij 1000 nga mbrapa, pasi që të kënaqet të pas ka popull, atëherë pra ka shumë pak gjëra që na ka treguar Allahu azh në këtyre. Ne po ta gërmojnë çdo mëngjes, çdo ditë. Edhe thot ka një pris. Prisi i tyre thot, hajde të themi se erdhi darka. Shkojmë pushojmë, do të vazhdojmë nesër sërish. Me po kur vjen aty Allahu azh po kom prapë, janë mbyllur të brimën që ta hapin, ato gërmimet që ta bëjnë poshtë tokë. Derisa kur të vijë e xheli, ajo që ka thënë Allahu azh në këto ajete, atëherë ky prisi i tyre do të kujtohet. Do të mundsoj Allahu. Do të japë argumente që vetëm kur do Allahu do të bëni keq. Kur do Allahu do të dini dhe vetëm atë na mund të bëni këto gjëra. Thotë i prisi i tyre thotë hajde ktheheni. Dhe ta fillojmë nesër inshallah. Këta e dinë edhe pse këta nuk janë besimtarë, do të në zjarr. I ka ardhur pejgamberi, po se pejgamberi nuk dihet. Fakti që këta do të jenë zjarr, janë kafira, janë jo musliman, pra ka tregon që kanë pas pejgamber. Ne nuk i kanë besuar. Fakti që ata duhet të quajnë Allahut e njëjtë kanë Allahun. Fakti që ka thonë inshallah, etj. Ka disa argumente që tregojnë se këta i ka ardhur profeci këtyre, ne nuk i kanë besuar. Dhe do të thotë i prisi këtyre, ai kthehemi nesër inshallah dhe vazhdojmë. Në ato kohë kur vjen gjeni, atje ku e lan punën, kishin gërmuar shumë, vetëm pak i kanë njënë të tyre do të dalin. Atëherë kur dalin, pastaj do fillojnë shkatrimet, ndërkohë do të gjejnë dhe Isan që kishte dalë, e kështu pastaj vazhdojnë dhe vijojnë shenjat e tyre. Dhe lutem Allahun azza wa jalla na falë na mëshirojë wa kullu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il mu'minin wa aqimis salat.